Përmes këtij aktiviteti, synohet të rritet ndërgjegjësimi në komunitet, të promovohet të drejtat e fëmijëve dhe të forcojmë të gjithë së bashku bashkëpunimin ndërinstitucional, bashkëpunimin me familjen dhe komunitetin për mbrojtjen e fëmijëve. Askush vetëm nuk ja del në këtë betejë për të mbrojtur fëmijët. Është familja e para, por e gjithë shoqëria duhet të jetë në unison, në mënyrë që çdo fëmijë ta ndjejë dorën e mbrojtjes. Çdo fëmijë të jetë i mbrojtur nga rreziku i rrugës, nga rreziku i shfrytëzimit për punë. Kjo kategori fëmijësh përballet me rreziqe të shumta, duke përfshirë shfrytëzimin ekonomik, punën e fëmijëve, neglizhencën, dhunën, trafikimin, braktisjen e shkollës dhe përjashtimin social. Për Bashkinë Shkodër, trajtimi i këtij fenomeni mbetet një nga prioritetet tona më të vazhdueshme dhe më të rëndësishme. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se kjo nuk arrihet dot vetëm nga një institucion. Një institucion nuk mund ta adresojë vetëm këtë problem i cili është shumë kompleks.